Sot në Tiranë po zhvillohet samiti I parë I turizmit mjekësor në Shqipëri, një aktivitet I shkëlqyer në fakt që bën bashkë të gjithë aktorët e kësaj industrie që kohët e fundit ka filluar të zhvillohet vrullshëm. Ngjarja synon të sjellë në një platformë të përbashkët bashkëpunimit të gjitha grupet e interesit, duke filluar që nga institucionet shtetërore, shoqatat dhe organizatat e ndryshme, bizneset që bëjnë pjesë në turizmin shëndetësor, mjekësor, ekspertët e turizmit, sidomos sepse dihet tashmë që kjo industri e fuqishme po lidhet ngushtë me turizmin duke e kthyer në një paketë të vërtet turistike. Ky samit I parë synon të kthehet në traditë për të fuqizuar këtë industri e cila sot gjeneron rreth 20 miliardë euro, që është një shifër jo e vogël, në qoftë se do kemi parasysh që turizmi mjekësor apo turizmi shëndetësor është sot trendi kryesor jo vetëm I Ballkanit, ku Shqipëria kryeson rajonin me industrinë e saj dhe me teknologjinë shumë të zhvilluar, të cilën e ka sjellë si një fjalë të fundit dhe një armë të fuqishme të kësaj industrie apo të këtij sektori të ekonomisë. Jo më kot e kam mbajtur në dorë revistën Travel sot, sepse Travel Magazine Balkans është partner mediatik zyrtar I samitit të parë të turizmit shëndetësor dhe po mbulon në kohë reale të gjitha zhvillimet e samitit që do zgjasin deri në fund të ditës së sotme.